Bëhet kërkesa e 5 për ngritje të komisionit hetimor, pas rrëzimit të 3 të parave, që mazhoranca me vot politike pengon opozitën të kryej kontroll parlamentar. Bëhet mocioni i 7 me debat që refuzohet në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, një drejt që rregulloria ja nje deputetëve të opozitës për të kërkuar debat mbi një çështje që ka interes për publikun. Unë dua t'ju citoj, se kam gjuar shpesh gjatë këtyre ditëve, prallat e kryeministrit se po pengohet integrimi nga opozita. Në fakt, me veprime konkrete, është mazoranca që po bën gjithçka për ta vonuar procesin e integrimit. Në raportin e vitit 2025 për Shqipërinë të Komisionit Evropian, ndër të tjera, theksohet se Parlamenti pengohet nga mbikëqyrja e kufizuar ndaj ekzekutivit. Në 6 muaj funksionimi të kësaj legislature, asnjë mekanizëm kontrolli ndaj ekzekutivit nuk është pranuar nga mazhoranca. Ka me 10 interpelanca të kërkuara me kryeministrin apo ministrat, të cilat janë refuzuar. Ka 7 mocione me debat që gjithashtu janë refuzuar. Ka 5 kërkesa për ngritjet komisioneve hetimore, të cilat janë refuzuar. Çfarë synonim ne përmes 2 komisioneve hetimore që kërkuam të ngriheshin? Së pari të verifikonim procedurat e ndjekura nga Ministria e Infrastrukturës dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar për infrastrukturën rrugore në vend, cilën çdo shqiptar e ka parë që pavarësisht se glabron miliona euro çdo vit, me shiun e parë apo me erën e parë që ndodh, rrugët shkatrohen. Tunelet e ndërtuara me miliona euro shkatrohen. Infrastruktura publike shkatrohet. Dhe sigurisht që këtu Parlamenti ka një rol për të luajtur, për të kontrolluar spari si janë realizuar këto procedura, nëse është respektuar apo jo legjislacioni i miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë, dhe s'dyti për të rekomanduar masa për përmirësimin që situata të ngjashme të mos ndodhin. Çfarë kishte të bënte komisioni tjetër? Është rast unik në botë që një institucion publik zyrtarisht nga prokuroria cilësohet si grup i strukturuar kriminal. A do duhet të reagojë Kuvendi i Shqipërisë, institucioni që përfaqëson interesin e qytetarëve, për të dhënë mesazhin që ne nuk mund të pranojmë që në Shqipëri në vitin 2026 të kemi institucione që funksionojnë si grupi strukturuar kriminal. Dhe i referohem rastit të Akshit. A ka patur për shkak të kësaj veprimtarie të kundërligjshme të titullarëve të këtij institucioni cënim të sigurisë kombëtare? A ka patur cënim të drejtës qytetarëve për mbrojtjen e të dhënave personale? To janë të gjitha detyrime që Kuvendi do duhet t'i përmbush dhe ka përgjegjësi kushtetuese t'i përmbush. Deputetët e opozitës kanë bërë rolin e tyre, kanë kërkuar aplikimin e këtyre mekanizmave të kontrollit dhe me vot politike në kundërshtim me kushtetutën dhe rregulloren refuzohet në mënyrë permanente me një strategji të qartë për të zeruar rolin kontrollues të Parlamentit, për të zeruar rolin e deputetëve të opozitës në Parlament. Dhe pastaj flasin për pengim të integrimit. Integrimi pengohet nëse institucione si Kuvendi i Shqipërisë bëhen jo funksional. Shndërrohen në fasadë të qeverisë dhe nuk ushtrojnë përgjegjësitë e veta kushtetuese dhe nuk funksionojnë sipas standardeve demokratike, standardeve europiane, siç funksionon çdo parlament normal në botë. Pengohet integrimi kur në vend që të lejojmë prokurorinë dhe drejtësinë bëj punën e vet, ngrem kartonat e kuq për të rrëzuar drejtësinë. Pengohet integrimi nëse Kuvendi refuzon zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe të gjitha këto veprime penguese ndaj procesit të integrimit kanë një autor, që është Edi Rama dhe mazhoranca e tij në Kuvend.
Zoti Bardhi, në këto kushte ku ju paraqisni po themi një arrogancë nga ana e mazhorancës në miratimin ose në këtë rast rrëzimin e kërkesave tuaja, a është momenti për ta bërë seriozisht atë diskutimin e përshkallëzimit të aksionit në parlament? Edhe sot kryetari të kuvendit, pasi kam listuar dhe mund t'ja listoj edhe ju të gjitha bllokimet që ka bërë punës së opozitës në kuvend, i kam shtruar një pyetje.